Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Një ditë lexova një shkrim të varur në murin e një spitali. Kanceri është i kufizuar. Nuk mund ta gjymtoj dashurinë, e as ta thyej shpresën. Nuk mund të gërryej besimin apo të shkatroj paqen, dhe as të vras miqsinë. Nuk mund të ndryth kujtimet, të mposh guximin apo të pushtoj shpirtin. Nuk mund ta vjedh jetën e përjetshme, dhe as ta pushtoj shpirtin tuaj. Shoqja ime Luiza luftoi shumë me kancerin, çdo 3 javë duhet bënte kimioterapi, që zgjasnin thuajse gjithë ditën. Kjo torturë vazhdoi për muaj të tërë. Përveç kësaj duhet bënte injeksione për të rritur vlerat e gjakut. Po, ajo kishte ditë të këqija dhe her pas here ishte shumë e dekurajuar. Sidomos kur i mpieshin gishtat e duarve dhe të këmbëve, e kishte dhimbje që shoqërojnë këto terapi drastike. Si një person shumë aktiv, e kishte shumë të vështirë që nuk i bënte dot gjëra që dëshironte të bënte, sepse nuk kishte energji. Por megjithatë, Luiza besonte në Jezus Krishtin që nga fëmijëria e saj. Dëshmia e saj përputhet me shkrimin që ju lexova pak përpara, sepse në jetën e saj ajo shfaqi vërtet dashuri, shpresë, besim, paqe, miqësi, guxim dhe një shpirt fitimtar. Si çdo njeri edhe ajo përball me pyetjen: pse po ndodh mua kjo gjë? Por më pas tha: unë e di se kush e mban në duar të nesërmen time dhe kush më mban sot dorën. Falenderoj Perëndin për paqen e mrekullueshme që më ka dhënë dhe për njerëzit e tij të mrekullueshëm që po ecin përkrah meje dhe më inkurajojnë kur trupi im lodhet. Ndërsa po ec në luginën e hijes së vdekjes, e di që është vetëm një hije, sepse realiteti i Krishtit të gjallë është me mua dhe gëzimi i tij është forca ime. Dhe më pas shtoi: provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti. Luma i njeri që gjen streh tek ai. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.